jeni para prokurorisë rrethit të Fierit. Cili është problemi juaj në të dalë për media? Atëherë, përshëndetje, unë quhem Altin Meçaj. Në datën 10 janar 2026, unë jam dhunuar në banesën time, brenda në banesë, nga unë dhe baba im, nga një efektiv policie, i quajtur Fredi Astrit Lamaj. Dhe e kam denoncuar në polici, edhe pas nesër kjo bën 6 muaj dhe nuk shikoj asnjë lloj lëvizje, nuk është marrë asnjë lloj mase, edhe një masë që është marrë paraprakisht ditët që unë kam qenë në spital, që ai është pezulluar disa ditë nga puna, është rikthyer. Dhe nuk e kuptoj se si është rikthyer, po e kanë rikthyer, nuk e di. Gjithsesi, unë kam dhënë një deklarat kur isha në spital. Edhe nuk më kanë thirrur me këtu, unë kam fakte të reja në këtë drejtim. Për arsye se mua më kanë ardhur në spital dhe më kanë kërcënuar që të tërheq denoncimin ose do më bëjnë mua denoncim. Edhe që unë edhe ky që i ka bërë është xhaxhai këtij djalit, Fredi Lamaj, quhet Shkëlqim Lamaj. Edhe një mesazh tjetër, po nga xhaxhai këtij djalit Aranit Lamaj, që është në Gjermani, edhe ky person ka dërguar mesazh që unë të tërhiqem, e kupton? Unë kërkoj nga prokuroria se jam interesuar që të më marrin në pyetje edhe një herë. Tu jap faktet që kam dhe të di edhe unë se ku është kjo çështje. Ju keni ardhur herë tjetër në prokurori? Po, kam ardhur edhe herë tjetër, edhe sot, për saktësi, kam vajtur. Unë kam bërë edhe një kërkesë me shkrim, krye prokurorit të rrethit Fier, për ta takuar, për arsye se këtu janë, siç më sqaroi avokati, këtu janë ndërruar edhe prokurorët, njëri ikën, njëri vjen, nuk e di punën e tyre. Edhe i kam bërë kërkesë me shkrim, edhe nuk kam marrë asnjë lloj përgjigje, as me shkrim, as me telefonat, as tutje, as tu. Unë jetoj në Gjermani dhe koha ime është e kufizuar për të ndenjur në Shqipëri. Një kjo. E dyta, që nga ditë që ka ndodhur kjo, ne kemi ndier që jetoj me frikë shpiton. Se kush e pengon atë zotrin të vi prapë, të bëj një xhest të tillë bashkë me shokët siç erdhi radhën e parë. Kërkoj nga prokuroria, kërkoj nga shteti të japi zgjidhje, edhe jo më shumë për mua, po për atë baban tim 80 vjeç. Edhe një ngjarje që mos përsëritet më kurrë, për arsye se të hysh tjetrit në shtëpi është diçka shumë e rëndë. Kjo ka ndodhur në Libofsh në 92-shin, edhe ata zotërin përfunduan litar mes Fierit. Unë këtë kërkesë kisha, nuk e di se sa se të them të vërtetë, po ndihem i zhgënjyer. Kam ardhur 2 herë, kam bërë kërkesë me shkrim dhe s'kam marrë asnjë lloj përgjigje. Pra ju thoni se nëse shteti nuk merr masa, mund ta bëni edhe ju si në 92-shin? Unë kam presion nga familja. Kam presion për arsye se ai baba im ka nipër, ka mbesa, ka vëllezër, ka motra, edhe për mos të vajtur më tej, ja kemi besuar shtetit, po shteti duhet ta zgjidhë. Mos ma lëri mua, se kjo në një mënyrë apo në një tjetër do zgjidhet. Faleminderit shumë.